Lajmi I fundit. Kryeministri I Shqipërisë ja dorëzoi ishullin më të madh të vendit Jared Kushnerit në një marrëveshje për 1.4 miliard dollarësh, pa debat kombëtar, pa referendum popullor, pa asnjë konsultim publik. Thonë se një ish fortesë e mbyllur për publikun për dekada, tani do të kthehet në një hotel luksoz, I financuar me kapital saudit përmes një fondi investimesh të lidhur me Izraelin. Por Sazani duket se është vetëm fillimi. Shkolla të mbështetura nga Izraeli, qendra shëndetësore dhe Qipro po përhapen tashmë në Shqipëri. Gjithashtu, raportohet se ka diskutime serioze për krijimin e një zone myslimane pro-izraelite në tokën shqiptare. Në një vend evropian me shumicë myslimane, që mund të bëhet post-bloku më I rëndësishëm I Izraelit në Ballkan. Kur Kushner mbërriti në Sazan, peshkatarët vendas u dëbuan nga bregu I tyre prej shoqëruesve ushtarak sipas raportimeve. Njerëzit që kanë punuar gjithë jetën në këto ujëra, papritmas u pan të bllokuar nga aksesi në ishullin dhe detin e tyre. Izraeli I dha më vonë kryeministrit Edi Rama dekoratën më të lartë civile, duke e quajtur këtë një shprehje të besës shqiptare, një kod tradicional, nderi që përfaqëson besnikërinë dhe besueshmërinë.